E keni po dhe vetë farëndeshja ka bo Albani Shurës që ja patëniz Gjarpinat me mhin banis. Besëm në nuk mundeni ju me dasht fëmin tema shumë se une. Jo krejt kishë pas qef me konë vend temin, më ka ra nivelli pozitivitetit tem. Se te për u konë keq. Albani ka me mytë përgjigjejme është jo. Do më thonë është problemit të jo të une. është da fjallë i bëni kaq të mëdhaja që unë as menja nuk më ka shku asajt. Nuk e kom qune fëmin time në qerë dhe se mu fëmija jem më ka pengu në shpe. Dhe për shëndetje njerëz, mirë se veni në kanalin tim të YouTube-it, mirë se veni edhe me një video të une. Mirë se veni me një Q&A cilin e keni pas të premtuar në nëntor, ama shkaku i vlogmas edhe nuk i kom postu videot me regull në nëntor, dhe qysh nuk keni pas mundësi as me pa qatë video. Tash jena tu e bo Q&A, ama nuk jena tu e bo me ato pyetjet anina. Arsyeja pse une i bëj kaq shpesh, hajtë thëmë, Q&A, është që kam qef një kohë kur të nolla me video, po video të mija me këshyrë se gjatë jetës, sa kom gjeru, se sa kom ndryshu dhe sa ka ndryshu mendimet e mija. Kështu që më shumë jam të bëj për veti, me i thënë drejtën çdo video e bëj për veti, për fëmijët e mi, ose për algën që shdo, se nështë jas në algën, nuk e di. Unë e kam pa tjetër me spjegu çdo fjallë temën se po ka i herë po thamë edhe shkret e spjegoj kur sa pet, njerës t'i bojnë ato të veta, t'i shtojnë, i zmadhojnë, e të jetë shka është për mua pak e të pruar, se është da fjallë i bëni kaq të mëdhaja që unë as menja nuk më ka shku asajt. Numër 1, negative nuk jam. Suksesi i as kujna nuk më pengon, vetëm unë mu motivua dhe mu mësu për qatë person. Nuk ja kam zanat me shkryt komente negative, nuk kam qef me fol negativ, sidomos me rrithin tem që rri gjithmonë. Dhe më thonë, as i tipin nuk jam, kështu që çdo fjalë që folet prej gojës teme, mos e mëni me negativitet, sa ajo është mundësia e fundit, ju ma qëfar mundësia e fundit, gati hiq nuk është mundësi që seriosisht e mendoj ato, dhe më thonë, është problemit të jo të une. Atëherë, ka më motivoj me cek që të mabet, është që e kam një pyetje të parë, juve o loj që të dikon, më ka shujt vetëm të urrej. Po më vjen shumë keq që është një vajzë tepër e ri, edhe me ditë veç me urry, se fjalla me urrejt është për mua beli, shumë e madhe, mund është dikon mos me pëlqy. Urrejtja vjen mas dashnis, nëse dikon i ki dash shumë, edhe të kalin dut ekstrem shumë atëherë e urren. E unë ty nuk një, të nuk një, kështu që kja fjallë seriosisht nuk është e duhur. Jo që mu më pengon se ty be, me më thot dikosh jemi nuk manin e lema, dikosh është një, anash, vetëm ndoshta me cik që apet thamë unë gjithmonë unë bazona në komentet e mija. Sepse njerës kanë atë shumë urrejtje që dyqysh ja kom nis me besu në ata që thojnë njerës që nuk janë të knaqen me vetën, dyqysh i pengon arritja dikujna, ose shka do që bën dikosh tjetër. Nuk mundesh me urrejt, po mendoj, mundesh e drejta jote është, ama nuk e di ku ta nxen mrena në bark, qysh këti, unë nuk e urrej askon një teme, bili, nuk ka shonë, zë më thonë, tash kur t'ja nisë me menu, nuk ekziston asnjë person që unë e muj me urrejt, edhe që ka pas njerëz familjar, edhe njerëz të afër që më kanë ba, o zot, gjithë shka, që nuk mundeni me paramenu, qaja është. Leni jo ato magjia të zeza e shka për digja se unë në ato sen nuk besoj. Nuk është pyetja aja, se për mu nuk është aja vetëmja sen ma keqja që mundet me ndodhë. Ka shumë gjana tjera, një jetën reale shka mundet me ta bo. Nëse më rajnë nuk i nevoj me më përcil, edhe me këqyrë se shka bojnë, edhe me shpërda negativitet, se besom mu kur gjë nuk më bënë, vetëm vetit ja jep një farë ndjenje të keqen barë. Se për zemrën, për mu, po fokusoj njerës që i dalë.
Pyetja e radhës. By the way, kom zgjedhur 10 pyetje. Pas ndonjëherë kriza, ankthi ose depresion edhe si i ke kalu? Si ma përmend dikush depresionin, automatikisht më shkon mendja kur kom nejt unë me babalukin tem e babën e babës tem në Kosovë. Trollu hiç, automatikisht aty më shkon mendja. Mas keqti është në pyetje se si e ke kalu, është që unë këto sene me kalu vet, edhe me thënë drejtën është në qatë moment nuk e kom ditë që është një farë lloj depresioni, ama mas e që jum pjek në men, e kom ditë që unë seriozisht se kom pas një problem tepër të madh psikikisht, edhe nuk e di se qysh me thonë që është sot jam mirë mentalisht dhe nuk e di qysh nuk ka ndiku nejse në menën teme të sodit se tepër u kon keq. Ju kom thënë edhe një herë tash llogaritni jo vajzat e juja sot që i kanë 18 ose vajza ju vet 18-19 vjet më shku me nejt me një njëri 80 vjet. Be for real. Për familjen time ajo është kur gjën heq, domethënë problemi më i vogël, puna më e vogël që kam bën në jetë, ajo është krejt fjalë që unë veç i kom ni, ama për unë fëmin tem kur nuk e kisha leju me rujt asni babalok, asni loka, askur gjë, domethënë aja nuk vjen shprehet unë. Na është janë dhënë vetë që e kom pas, për nuk ma merr mendja na nonat e reja që i kishëm leju fëmijët tan me çu ashtu. Domethënë vetëm që kjo gjenerat bën çështo si unë që po them se gjeneratat për shkak se nona jeme pothuajse nuk u pyet, ama sapet ma merr mendja që një fjalë e saj na kishte ndryshuar shumë në jetën time, po nejse. Këto gjëra i kom kalu thjesht vetë pa ndihmën e askujna, edhe u kon interesant janë një muj 2 të partë, se unë këto në Bosnja kom pas tepër jetën aktive, dhe më thonë mëngjes se që isha mu të rënqirde. Mas shkojsha vetë në shkollë, mas shkollëve isha me punu, në mramje më shku me latë të isha me përgadit në isen, me përgadit mutën për qirde, dhe më thonë jeta jeme pëthuaj se u kon 24 orë aktive, unë nuk kom pas kur për shamë mushtri ose me menu për budalakinja ose që si sene. Kur kom shku atje, dhe më thonë, për krejt asaj luge qëto që e kom pas, më shku ishë në qëtësi, veç me një plak, ku ti nuk di, me foljalitetin nuk kom dit as 2 vuaj, mi përshit tash i di, shqyqër zotit, tash di shumë ma shumë, për dhe më thonë, po, dhe dishka nuk ka kur farlidhe në këtë pyetja, me di që u kanë në atë pjesën pyet, është që pse nuk gatuj kur gjën heq. Unë nuk e di, vlla, unë më merr mendja që jo krejt kishe pas qef me kanë vend temin, me përgatit dikush bukën. Ai person është nëna jeme. Nëna jeme përgatit bukën për krejt ne. Normalisht që masi jena ofër, masi Albani punon të ta, logjikisht është që kur ta bën bukën për furr, haj edhe one, ose qika jeme, tash nuk e di që ma keni në atë qëtë pjesë, ama unë nuk është, nuk di me gatu, unë e kom jetu me një plak 4-5 vjetë, cili u kon kogja i zërshëm edhe lëpki, nuk janë ike adin as dhe na jeri, as jeri si janë ike, kështu që unë këto sene kom pas pa tjetër me i ditë, kështu që po. Depresionin e kom kalu vetë, për fatë keq, edhe nuk e di, vetëm jo mënu mas shumë të me gjithë një farë pozitiviteti edhe prej që asajnë depresionit më do këtë kalinde dhe që kjo punë jemi që jem të e bëhune me videa, me TikToka e të jem. Gjithmonë jam kanë pozitive, ama ma merr mendja që prej që atë herit pak më ka ra nivelli pozitivitetit tem. Kalojmë të pyetja e tretë. Ke kqyr ovullimin e parë se me mbet shtatzon. Unë në parë kërë kom e shtatzon me algushin, unë kom bo ashto shkollski, ashto që shkom sune në shkollë. Qa ashto, si edhe kena pas ma shumë fatë se men, fill, kena me të kom e shtatzon. Këto gjana seriozisht i kom kqyr, qysh i kom su në shkollë, qysh shkojnë regullat në shkollë, kërrej, dhe më thënë ato që i dini ma mërmenja dhe jo si gra. Shtatzonia jeme u kon e sukseshme mas një muaj, 2-3 javë që shpibja. Po nuk do me thonë, ka shumë gra që kanë infektime, sidomos tash koha
e keqe që është pak si ftof nga gratë edhe dim shumë shpesh më ftofe të jem, edhe duhet me këqy edhe këto gjona, nuk është veç hajt ta bëj një fëmi, po më rëndësi është ai fëmi me bon me një farë mënyre të natyrshëm edhe jo, që me thonë, të natyrshëm edhe me pas atë qëllimi normal me konë fëmija që duhet. Prej se te me gjatë është kështu që unë e bashkë kom qyrë ashtu si në shkollë që shkom su që shbohet fëmija që është edhe më ka dalë. Pyetja e 4. Shka më ka nxiglu shumë edhe që shumë ku menu për qëta dhe halo menojmë, ajo është, a mendojnë që Kosova është vend më i përshtatshëm për jetes, për ty shkaku YouTube-ës, reklamës e të jem? Për mua është, definitivisht po, edhe une kom ardhë këto me jetu, ose në Rumani, une kom ditë që puna jeme përja 30-40% ka monal, edhe që është. Për shembull, një postim ose diçka me bë, une nuk moj se jam në këto, edhe ka posta nuk ka, do më thënë prej Kosove këto me mi pro gjanat. Dyta është që ka shumë lokale që lypin me ja prezentu, për shembull me i bë reklam lokalet, nuk e di, fustanat, ordinancat, etc. E une jam këto. Dhe më thonë, kjo shumë kalon masë në punën teme, amo, kur ta këqyri, këto Albania e ka rrugën ma të mirë, që me thonë, rrugën e mirë këto, edhe për jetën e këtushit është ekstreme mirë, e tash. Në Kosovë, asë nëndra nuk mundë me marrë këtë rrugën që e kena këto, edhe nashti unë e kisha përparu, Albani jo, amo, ta llogariti që puna jeme është për një kohë të shkurt. Unë nuk e kam plan me bë këta deri në 60 vjeta, dene. Në është edhe 30 vjet, do këtë shumë, për nuk e di, nuk i po folje, se nuk i di jetë skor. Edhe për me përparu unë, për 4-5 vjet, burri jem kishmet këto, e puna jeme është për një moment, me thonë që është diçka shkurt, edhe tani kur ta kisha nalë unë e punën teme, na kisha me qëto, edhe nashtë si kishëm pasas 2 dinar, me full realitetin, se puna jeme është që një javë kur ta nalë, nuk pason, që ki hub, dhe me thonë, nuk ka pauza në këtë punë, është diçka tjetër, është 4-5 një pauzë shkurt me ba, amo kur ta nalë 2-3-4-5 muj me s'po postu kur gjonë, është seriozisht një ullje shumë e poshtë. Po me në shumë herë dhe që ta mëda i shkon pak ma zorshme, kom po me në përshemë me pas në menagjere di që kisha përparu shumë ma shumë. Mungon që kja punë dhe ju më konë shumë falenderu se sa kom bo që shduhet e bëj unë e hala, amo nuk është në të ritmin që e kom bo ku e më konë përshemë në Kosovë. Edhe pak u mjetë marak, po shka me po tash, ma përpara kam qef këto me hop në i biznis edhe mi marë do pare gjdo dit, se për shembull në Kosovë që kur, jo në Kosovë, po zakonisht puna jeme kur nuk është e sigurt, se din ti që të muja a kemi marrë 200 euro, a kemi marrë 2000 euro, dhe më thonë kjo është minusi maj madhe në këtë punë. Që për shembull, ti që të mujnë është ki me arrit, po thamë, vetëm si shembull, me ble kamerën, me ble telefonin, me pagu krejt obligimet që ki. Mujnë tjetër në është me sër ki me pos për qero, po thamë. Kështë që kjo është minusi maj madhe, edhe shqyqër thamë që Albania ka punon, edhe nuk jesëm vetëm në dinorin e fundit temin. Thjesht, është Albani, jam une, po thuaj se qëfar muj, po i logaritin 100% që i kena 2 rruga në shpe, normale. Të shumë e sante Alga tash që përshkon në qirdhe. Alga ka bo shumë pauza, edhe pauzat mdhaja janë pytje, ka dhe ditë 2 javë, edhe është, do më thonë, hap tepër i madhë, edhe qyshe kom prejtë Alga që ka me konë në qirdhe, eger, kam i vyk ma shumë ku mu adaptu ne, asë një përgjasojna nuk ka dalë. Alga totalisht ndryshru, dhe më thonë ma nuk njek mu, se ku do që shkojna, unë e këta duhet me majtë në prehen ose në dorë. Tash nuk është puna, është tepër ma e but, tepër ma e qitë, edhe
Për këtë arsye mas shumë të e kom qu. Nuk e kom qu në fëmin time në qerë dhe se mu fëmija e mu ka pengu në shpe. Amo, edhe diçka duhet me jau spjegu se jo nuk i kuptoni nërmjet të rënve kur të folje, është që jo që shkonin pun prej 7-8 dhe në 4-5, e kam edhe unë njëjtë që të punën teme. Unë vetëm nashti e kam fatin që jam në shpi edhe muj me punu kur të ma kana qefi. Besomni sa punën unë e kry kur s'është alga këto, nuk ma ka mërë menja në i herë. Dhe më thonë, tash më ka ardhë aja ndjenja si para që këm pas fëmi që këm bëhë gjithë shka gjatë ditës edhe kërkush nuk më ka ndërprej edhe kërkush nuk ka prit për me e kur gjo heq. Puna jeme është që ju mendoni që është e kollajshme për besomni nuk është. Amo letjet hajtë që është të qysh mendoni s'ka lidhje. Po thjesht, edhe une si non kam nevoj për një pauzë. Mu nuk më dhimet që ka jeme me shku në qerdhe se e di që atje e ka ekstra mirë. Dishka mës me ka në regull, une e vrej të fëmija jem edhe në fundit edhe ato mësuset nuk kanë qare pa më kallëzu normal se tani përdenive që shkojnë këto gjana. Dalimi më të madh është që e kom vrej që Alga ja ka nis me fol. Ja ka nis me fol bosnjakisht, anglishtën veç e ka pas fol, po thuajse, edhe shqip. Shqipën nuk e ka mësu atje normal, po në shpe. Thjesht që kjo fëmi, përveç që mu ka smu shumë, e dini edhe vetë, nuk e di ju më ka në telon kret, ta shoto smu ma roll, edhe ma but se për para, nuk jam heq pishmën, edhe besomni që është në regull edhe ju nëse i qëni fëmit e ju në qërë dhe edhe që i një në shpe. Tëm shpia është puna ma e madhe që një grue mundet me bo. Une në mramje loj gëllancë këtë shpijen edhe në mëngjes kur që në desat hanë Alga, desat hajune, desat api kafën, desat ndroj Algën, desat ndroj vetën, jo krevatja në këni, dhe më thonë, thu se një natë për para s'këm bëhë kur gjë heq. Se lallë në vetën nëse keni mundësi mi që në qerdhe, edhe të njëtën ko fëmija edhe edukot, është ma ndryshë kur t'jeni janë 2 fëmi në shpe, dhe më thonë rritën bashkët e, për masi unë e kam një, të që shkom pas qef me nejtë edhe me fëmi, edhe me fitu imunitetin, të isha ma mirë tash, se kur ta qoj në shkollë, se në shkollë s'kam qare pa e qu, e në qerdhe, bili kur të mot nuk e qoj shumë thjesht edhe that's it. E në shkollë për shana nuk kam qef me mungu apo dishka. Për shumë gjana unë e kom menu edhe për shumë gjana jo si gra dhe si nona nuk menoni besomni nuk mundeni ju me dasht fëmin të ma shumë se une besomni. Nona kur të është ma poshoshme është edhe ma lumëtër edhe ma fokusume në fëmin e vetë kur të vjen në shpe. Kështu që e di hala që është kjo tem tabu po shkam ju bo. Apo të pëlqen vetura ri Albani ka me mytë. Përgjigja ime është jo, edhe mendoj që kjo është kere i parë që mu nuk otëm ngre hiq. Nis prej pamjes se që shduket Mercedesi. Okej, një këmë thënë Albani, mu pëlqen kjera që janë 3 Mercedesi për shumë 2015 e të jo si qiftit vlaj tem. Mercedesat e ri po, amo kretë Mercedesat pak më të vjetër, unë e thamë vit me bobën tem, dhe me thonë katastrofë të këqizër, zesh nuk më pëlqenë. Vetëm hajtë me thonë që është bash full oprim, ka shumë fuqi, është edhe Mercedesat e vjetër kretë din që janë ekstrem të fort, për mos e bën zot nej ndeshja po dishka. Vetëm me thonë po nina sigurt në këtë kërë, amo me më pëlqy, jo. Kjere që më ka pëlqy mas shumë të për me po, u kon Audia. Kjere që më ka pëlqy mas shumë të për që nuk ka argju, u kon BMW-ja. E kjere në parë normal Golfin që e kom bleve, dy që shumë ka arzar kur u prish, edhe dishka të asqarë masina veç të vetura, është që na kjerat vetëm BMW-en e kina ndru për qef, këta tjerë të kina ndru vetëm që u do pa
patjetër. Domethënë golfi u ka në gjendje katastrofale që nuk ka pas shans me ndreq, edhe jo qatë çmim, për gjysë se kena shit ati çmimin që ja kom bleone, edhe dyqysh mu doke që krejt mund e jem shkoj poshtë. Tani BMW-n e kena ble që nuk ka hargjuj, anë e keni pak si mini gjipa qysh me thonë, dhe sa për qytet u kon ekstra. Ama kur kena shku në Kosovë kena pa që është pak ma zërë, sidomos kena shku në dimër, domethënë kur janë ato dit e vitit të ri, festa që vinat atë jashtet, edhe kena pas shumë eksperiencën e keqe. Edhe BMW-n e kena ndru vetëm për qef, vetëm për me marë automatik. Audi e kena marrë, keni pa dhe vetë farëndish që ka bo Albani Shuqo që ka me gjallë, edhe tash Mercedesin e kena marrë të njëjtën rast, as shkoki që jena kanë pakjer, edhe dikush kur po mësë me kjerë, pakjer kur të ish katastrofë, dhe më thonë. E shkoku i banesave, se po më thojnë edhe për banesa nuk je ratu. Banesën e parë që më kanë une me Albanin, ajo u kanë garsonjer, dhe më thonë, unë aty nuk kom pas ku me qitas krevatin e algës, edhe nuk ka pas kena fletë në dhomë ku rina, keni pa edhe vetë. Banesa e dytë u kanë aja me ngjyra, që une nuk e kom qu atë ngjyrat dhe banes me qef, po partnerët që e kanë qatë banesi ndo, edhe dikush u do të me marrë qatë banes normal, edhe ata e kom lënë me zarë, normal, nuk u kanë qefjem, edhe sidomos mas 10 dite që kom linë, dhe më thonë no. Banesa e tretë u kanë ajo katastrofë që më bëke shpia edhe vlog, edhe mendoj që aty alga mas shumë të edhe ka kop që të bronhitis që e ka pas, edhe vlog vetëm e mira u konë që u konë ka pas në zemje, edhe kërja kom po verës që ja patënis gjarpinat me më hinë në banes, unë ekstrem i tut në gjarpnave, gjarpinave, minave, dhe më thonë, kej që ka shpojnë kështu zhage janë të vëgjel shumë i tut në kam traumfobi kam pitinve, edhe kur kom po në fond gjarpinat që më hinë mrena, e kom po jo, dhe më thonë, kom thonë automatikisht du me ndru këtë banes, edhe me i thonë drejtën më ka orgjena për para me ndru shkoki që alga u konë ekstrem e vogël, deri kur i ka bo një vjet, mo nuk ma ka një. Tani të ata romë që i na konë, ajo u konë dështim total, nuk e di. Ajo më ka ndodhë vetëm që kom pas qef me ikë prej qasaj banese, edhe në fond prej romëve s'kom najt, një muj vetëm kom najt. Prej romëve kom marrë në këtë banesën e vogël që u konë ekstrem e vogël, edhe tani shkoku vetëm që u konë e vogël, tani vetëm kina arë që qëto në mend njëtin a barë. Me thonë drejtën unë nuk pesha që kina ndru banesën, apo kuptoni se qëto e kam dy që shpëmdo këtë se më ka një banes, një shpi. Këto krejgjanat jo veç i dini, këto krejgjanat në veç që u konë kalzu, vetëm po më fascinon mënyra se që shkru një komentet. Pse pelen alga non-stop me mashtrusën gojmë? Alga kur konë prej se ka lind, e ka pit shumë e të jë, kur mashtrusën nuk e ka pas, unë ja kom shti me zërë në gojë, do më thana ja u konë kur u konë ekstrem e vogël. Momente që unë, se kur e që qanë gjëmë, ditën, kur pike halo qëmsht, unë e jepsha cuslën, të pi qëmsht edhe e ziki gjume. Edhe momentin që ja patanol unë e qëmshtin, që atëherë ja ka njës me mojt meme në shka i thujnë. Me fillim e kom dit që ka me pas problem, edhe në fillim ja kom lanë shkaku që i krykje dhëmët me tonë, deri sa i ka ndollë dhëmët. Tani u kone pa mundshme me ja hek, amo që nuk do më thonë që nuk e kam plan me ja hek, se veç nuk e kom pas as nënër që alga ka me pas mashtrusët deri gatin 3 vjet, inshallah ja heki deri atëherë, edhe mësusja në qirë që e qojmë ka thonë, vetëm deri sa të ratohet, sa të forcohet pak se na këta duhet mja hek gjithë qysh. E unë sot, pa po heq këtë pytje, kom vendos me qitë në gjomë pa to. Alga din edhe me lëp, ku kam quqën, quqa një këne, shkon e qilë qantën e qirdhës, e din ku zakonisht jashti, shkon e lëp, kështu që e di që kam pos problemet to, po Kej gjana deri tash ja kom ik ma mërmene që qëta ja hekim, vetëm që deri tash nuk i kom dhanë unë shumë rëndësi. Folë realitetin hajt verës, dhe më thanë prej majt, ja kom nalë cuclën, qumshtin,
Tani ja ka nis që ta, hajtë vera, thësh në hajtë se e vogël, tani është shtatore, ja nisa të përgatit për Kosovë. Në Kosovë në jetëm në gotin deri në tetor, nëntor, së di bash mirë. Kur erdhëm këto në shkujta në qerdhe, ja nisi të smua dhe që të mujtë edhe po kalojnë e na asë nuk për vrim. Pyetja e radhës është kemi bën flokt më të bardha, by the way, shumë bukur, po të nen love you too. Faleminderit shumë. Flokt, unë që të pyetja e zgjedha shkaku që doshta me o spjegu procesin tem. Unë kur flokt më të mirë nuk i kom pas para se i kom xheroz, më thonë flokt ekstrem të bukur, edhe kom pas shumë flok. Ama mu dokshin pak bajat, pak si shumë zeza në këne, edhe kom pas qef me chill. Edhe ju e dini që unë në fillim, po thuaj se nuk u vrejt dalimi, edhe unë e kom ditë që herë do kur do kameron gjyra, po thësh ajtë se shkoj bëj një toner, apet, edhe tani më rikthej ta e ngjyrë. Po, që shenë bë ma të bardh, ja ka nisë me pëlqy hala ma shumë, edhe që ashtu tani i kom lanë. Tyja pse unë nuk du me ngjyros flok, dhe më thonë me që kaq u kryma, është që shumë mu kanë prish flok. Unë këta e kom dit, a më qatë shumë nuk e kom dit, bajdojit për të ditë ka më shku apet me i prej, gja janë të më prish flok, majët janë të më bë katastrof. Nëjse, kur të është blanqin pytje, s'kem aty se shka shtoj ma shumë. Në më thonë, e bardhi jo, vetëm muj me rikëthy ngjyrën teme, e shijoj për momentin sa i kam qëtë ngjyrë, ama nuk me mërmenja mo që do e bëj apet qëtë gabim. Nuk është gabim, ama thjesht më kanë prish shumë flokt. Ka konsiderën arritje më të madhe në jetë? Këm përgatit për çdo pyetje me i thonë drejten, edhe tash me ta pak si... Nuk e di, muj me thonë vetëm se mas këtë gjanave shana ka ndodhë, muajve të fundit, vetëm muj me thonë inshallah ina këtë shnoshë rahat, se gjana tjera kërejt vinë, me pare, me fëmijë, me punë, me krejta, ama me një moment që më kanë në ato dëshirat e mija, ku këmë thonë, o, vetëm ta kam një shtëpi. Tani thësha, më ka ndru totalisht mendja, nuk du me pas shtëpi, se shtëpi, nuk du me pas, du me pas, ama jo tash, definitivisht, numër një jena halat të rria dhe jena me rroga njerës që kanë biznisin normal që me 25 jetë i bajnë arritjet e veta. Shtëpi nuk du me pas, ama kam qef me pas fëmijë hala. I këtë i sa virë do në që kja, edhe kam qef me naj biznes më marë. Me thonë dërëtën, na kena dëshirë 2 biznis e me pas, të në me Albanin. Ajtë vetin unë temin, ama është rukëtim shumë i madhe i gjatë deri atëherë, kështu që nuk e di. Vetëm tjena na është noshë rahat, se për shpije për punë që si sene, ma mërmenja që vjen koha. Arritja ime ma e madhe është që ku marrë guxim deri tash, ku marrë guxim me shpre krejt çka kom përjetu edhe çka më kanë ndodh, edhe që nuk ma kanë i ma familjarët e mija kanë me më gjykua, kanë me ndëgju videot e mija dhe çka kanë me thonë. Më thonë, e kom bo paqen, me thonë që është në kryet tem, edhe kom pas qef edhe juve me u kallëzu dishka, shka zakonisht nuk kallëzoj njerës në rrjetet sociale. Edhe është pak tim e zarshme. Pyetja e fundit për sot, si a ke hekë djepin algës? Në fillim algës nuk kom dasht, ju kom thonë edhe juve nuk du me lidh algën djep. Momenti që kur kina shku në Kosovë, nona e me ma ka lidh algën djep. Edhe normal se fëmijë 2 muaj, 3, normal që e zanë gjumi ekstrem shpejt. Si e luhatët e ata, si mos e luhatë ata e zanë gjumi. Edhe nona e me më thaj, kja ta marëm djepin me veti, se në është kime pas ma kolaj. Unë i thësha hajt për nuk ka me përdorë. Tani, anisi alga të smuka dhe ka dole që ka pas bronhitis, edhe nuk kom flaj kinotën edhe unë nuk kom pas gjithë tjetër se nuk e kom di se shka ka. Nuk kom pas gjithë tjetër përveç se me lidhën djep. Shka jam tepër pishman. Qaja smuj më ka shti me lidhë algën djep. Qaja smuj më ka shti algën me a hek djepin. Smuja algës që ka pas probleme mushkënia. Uja nisa mu bo pak nervoz që e lidhë shanë djep, edhe 2 orë që flej ke alga unë të në kohën 2 orë do ke me lullat.
Tu menu se është problemet e lulotnja dhe të gjumit sajnë. Në pas i din që alga u konë ekstrem smooth, se besëm në nuk është që ka pas në i farë shenja, ose që ka kull keq ose diçka, nuk e di qysh me o spjegu, ose në ashtin mjegëll mu nuk më kujtohen bashkë mirë, se u konë definitivisht periuda ma katastrofale njëtën teme, për i se kam algën. Kur pa ta shku në spital me algën, unë o dohta të menej 2 javë. Edhe që ato gjatë 2 javës, thojsha qysh kam ja bën unë algën me qitë në gjëmë pa djep. Nuk e kesha as mend me thonë, hajtë se ta mësoj ta mën pa djep me flit. Po, dhe qysh ka ndodhë natyrshëm me thonë që është se kur e viki gjumi, unë e ma isha ndorë të lullotë se qysh ndryshe. Edhe kojke, edhe pidhimbje normal, edhe kojke deri sa u lodh ke mo deri kur e zin ke gjumi vetë. Edhe qatë ju më konë e vetëmi moment që më konë falenderuse që jam në spital, që ja heka algës djepin. Jo që doni me ja hek fëmive djepin, mas mirë të është mos me i lidh heq në djep. Une nuk e di, kur nuk kom dasht këtë obligim me thonë kum pas qef gjithmonë kur ta qoja fëmin dhe me zonë gjumi që ashtu edhe kum su algën, e ta kur e pa ta djepin dy qysh me thonë drejten më ho prende, se ta mën që atëherë kur flej ke alga, unë më isha me bo diçka, ama kur ja nisi mos me flit, u doki me lullat 2 orë aty bro, thë isha no, kjo definitivisht, si që kom menu edhe seriozisht nuk është për mu. është diçka tjetër, jo kur ta keni vjerë nënën ose nuk e di fëmin më të madh me ja lullot, ama unë që atë obligim më vetit kur në jetë, ta mën edhe 10 fëmijë mi bo, unë djepi më nuk vjen në shprehje. Kështu që, kaq ke për meje njerëz, shpresoj që ju ka pëlqyer ky video, e na shihemi shumë shpejt me një video tjetër. Bye bye.